Dhe kur bën këto veprime dhe vendime që mirën e qeveri, e kanë çdo herë një matje cili është efekti elektoral i tyre në kohën kur bën dhe në fazën që është bën. Pra edhe në aspektin e një ndihme sociale, se kjo është më shumë ndihmë sociale. Nuk fiton të vota ashtu. Jo. Çështu s'fiton. Ja, ndryshe me fitu që mos bani dert, s'ma kish mos u friksoj hiç. Pikujna? Okej, vazhdojmë Arben. Rregull. Fiksora pikujkuj. Na e ke tutër po. Ai preu, pse po se te këtë kur i pyeta unë ty. Na preu klutin me gjerë. Vazhdo. Thash kur jo. As fiton as fiton. Fillova me shpjegu çysh qeverisë, kryeministrat që kanë një fuqi politike, siç është zoti Kurti ose siç ka qenë përpara që më thonë që ta kanë pas fuqi politike. Çdo herë para vendimeve të rëndësishme qeverisë që kanë prek drejt për drejt xhepin e qytetarëve, kanë menuar edhe për efektin elektoral, se s'mundesh me është gabim me mendu që kjo nuk prek në votë, më besoj që ndikon shumë në votë, se s'ka asnjë lloj domethënë diskutimi. Kështu që edhe unë mendoj që është e natyrshme që kryeministrat kur qeverisin, njëkohësisht që menojnë përmirëqenjen e qytetarëve, me llogaritë dhe efektin elektoral, sepse 4 vjet shkojnë shpejt. Dhe secili që është në pushtet, lufton për me vazhdu me qenë në pushtet. Dhe bën secilin veprim që e mban në pushtet. Ky çfarë ka bërë zoti Kurti, që e para po konkludojmë gjithë që është veprim puro elektoral, sepse jemi prak të zgjedhjeve. Po e dyta është një ndihmës për fëmijët që i marrin këto shtesa. Jemi te Prishtina. Sepse unë kështu fol tash kaloj te Prishtina. Për shtesat fillimisht po. Po flas për shtesat. Domethënë edhe te rasti fëmijëve dhe familjeve që kanë 3 ose 4 fëmijë, unë besoj që është një ndihmës për ta dhe kësaj mund të shihet në këto dy pozicione. Por unë që po e qes rënd parë që është veprim absolutisht elektoral, kur dikush merr në vendim një javë para se ministri fushata ose 2 javë para se ministri fushatës zyrtare. Sa i përket buxhetit dhe Prishtinës, e shpjegoj mbram, ky është aspekt teknik që po përdoret për politikat e brendshme, edhe nga zoti Rama, edhe nga zoti Ekuran Muradi. Pra është një betejë në cilën nuk ka mekanizëm që dikush e ndeshkon penalisht përpos votës që është me 28 dhjetor. Qytetari i cili vendos me votu me 28 dhjetor, Arben vendos në bazë të perceptimit e tij kur i sheh televizje. Dhe kush arrin me bë më shumë propagandë? Ideja është kartë duhur elektorale kjo që po e përdor Kurti në raport me komunat që nuk e kushton. Sepse e tha dhe në fushat elektorale tha, ta kem parasysh qytetarët. Unë nuk i jap para kryetarëve që nuk i besoj tha. Ose ka dhënë i shtetit, nuk e buxheti është në shkruaj prandën realisht sa i kanë dhënë mirë. Po besoj këta janë fëmijë të Kosovës, o arka, nuk janë ta fëmijë të Ukrainës. Që në shpjoja është, edhe në kënu bëhet ju fëmijët e vetë vendosjes, juve fëmijëve të përpetës, juve zë buxhet komuneve me të fol. Kur ti dere thuaj, fitonin ti pyetje. Pyetje po ta bëj fiton. Me pas fituar Llaçeku, aja kish blloku buxhetin e Koran Muradi. Përgjigje po ju. Jeti problem ka Gjiloni është në Bullgari, nuk është Gjiloni në Kosovë. Tash goditja, nëse s'është punë krahasimi. Po fitonin e vetë. Që donin duke përcime nga buxheti qendror ka pasur shumë gjatë gjithë mandatit. Jo shumë më shumë. Po solidia 4 komuna që janë s'ma kiçi me gjithë mu këtu në studio, mu i me thonë të nditin që ky është veprim elektoral i qëllimshëm në raport me buxhetin, por ai që shkon me votu me 28 dhjetor e ka avrën e vetme dhe të fundit për jes më përgjigje për fiton. Po të vetëm e pas filluar Llaçeku. Aja kishte për mëna Gjilanin. Është i bllokuar. Po mobrës dhe tani për ju për argumente. Argumente e mbylla, tani e mbylla, këtu kush arrin me bo propagandë më mirë në raport se kush po e përdor. Ja, ti është ekspert Albin Kurti me Koran. Fitoj ka të përsëri doni që edhe pas këtyre krizave buxhetore të ketë kartë duhur elektorale. Jo me rrejt s'ma kisha. Se po të sekretari ata që votojnë nuk e fitoi, nuk e në studio ka dhënë Gebelzi, quhet informimi se vërtet propagandë. Pra, thjesht, më do të më thon kush di më rrejt mas mirti. Çaj që të zgjidhet. Pra,